burri e ka për obligim ligjor ti mbaj fëmijët e tij deri në moshën 18 vjeçare. Çka përfshirja mi përmbajt? Mi mbajt financiarisht, mu kujdes për kushtet e tina, mu kujdes për shkollimin e tina, mu kujdes ka ona financiare dhe të gjitha mënyrat, do më thonë edhe ka ona emocionale. Do më thonë është obligim ligjor i burrit, apo i gruas, në varet tash, do më thonë, është i të dyve. Por edhe nëse vazhdojnë shkollimin atëherë, ligji i familjes thot deri në moshën 26 vjeçare, duhet mu kujdes dhe e kanë për obligim mbajtjen financiare për fëmijët deri në moshën 26 vjeçare, nëse ata janë duke vazhduar shkollimin dhe nuk janë duke punuar. Por edhe fëmijët kanë obligim prej momentit që themelojnë marrëdhënie e punës, që është mosha 15 vjeçare, ku mund ta fillojnë marrëdhënien e punës për punë të lehta, duke mos e dëmtuar shëndetin, ato tarna që kanë fëmijët duhet të kujdesen për shkollimin e tyre, por e kanë edhe obligim ligjor të kujdesen për atë pjesë sa i tepron për prindërit e tyre.